këto e kanë marrë, unë të thash edhe para prakisht. Të thamë edhe këto kështu me plot kuptimin e fjalës që vajzën e kanë prit, pse e kanë prit momentin në ora 3 pas ditës me sjell, mos ju pas ka përkecu gjendja, bas njoftimit zyrtar që më ka njoftu doktoresha para prakisht në ora 12 u dal. Doktoresha se pashis nuk ju zike vend nuk ju ka sjell doktore, nuk ju ka zin. Unë kom hes në koridore, jam dal te djali nalt. Se djali ka qenë në dhomë, katën e dytë, edhe u kon fje djali, a veten? Edhe shkojsh me herë bashortja, herë unë te djali, vizitojsh me njonin e shmi te dera e sallës, edhe bash te dera s'na loshim ma vyt, po afër atë, edhe doktoresha si e ka kry intervenimin, se unë e kom pas, që me thonë, i kom përjetu edhe 3 intervenime djalit para prakisht, edhe një të vajzës kur ka qenë fosh një, do me thonë, 5 javë. Edhe doktoresha si e ka kry intervenimin e fëmijës tem, aja ka hec. Edhe mos unë e ki taku më, as koridora, në sallë, as kërkona e ka hec, e ka kry punën e vetë edhe ka hec. E po dit, se doktoresha pra e kryti punën 10:45, atë dit u dal në ora 12, ka dal pe i dere sallës, edhe më ka njoftu që vajzës ju ka përkecu gjendja, mirë be zoj, mirë be doktoresh, qysh është e mundur, ju ka përkecu gjendja, se merrni pra pacientin, se kanë marrë pacientin, mos ju ka përkecu gjendja në sallë, se kanë qu me në ran intenziv, po me prit ora 3 me ardhë ndërrimi i atyve matrapaza tjerë, se unë i quj matrapaza, se kjo që ka ndodhë me fëmijën tem, kjo është krim kundër njerëzimit, o vlla, nuk e kanë sjell vajzën, nuk e kanë sjell në intenziv, për du njerë anesteziologu për dërgojna në intenziv qendrore, për dërgojna në intenziv, jo, në intenziv pediatrike, se si ka konvenu me që atë të vdekur, se s'ka pas njofshëm, se ka pas kërkonin të afër atë për mja mshef krimin që e ka bohe. Edhe më që me që thmijën tem në intenziv, ju ka përkecu gjendja, unë njerë be jam, unë i kuptoj senet, nuk jam budal, më që me thonë, me që në intenziv, para se me ardhë deri në ora 3, në ora 3 kanë që në intenziv, nuk e kanë marrë deri në ora 3, që doktoresha më ka njoftu, do me thonë, në ora 12, ku janë edhe 3 orë tjera, se kanë dërgu në ora 12, ose 11:45, ose 11:30, ose 11, aja u dalë 15, 11, unë ka thonë në ora 10:45, e kom kry operacionin. Alo, u dalë në ora 12, se e kanë prit atë moment, se kanë dërgu mësi, ata e kanë ditë para prakisht, se kanë dërgu thmijën tem shambull në intenziv, ose pediatrike, ose në intenziv qendrore, te Tiku Turk, ato ishtë Tiku Turk. Edhe me thonë që kjo ka ndodhë, ju ka përkecu gjendja, edhe, po jo, vlla, vajzën e kanë mytë në sallë të operacionit, tasën me afshin për menjes kërkosh. A mendon që kjo është një neglizhencë gjatë punës? Jo neglizhencë, po është kjo ma shumë se neglizhencë. Nuk është vish neglizhencë, se neglizhencë mundet me thonë, hajtë pelojna qashtë, ose hajtë speqojna. Ama jo, neglizhencë nuk është kjo. Kjo është krem që ka ndodhë. Krem është. Pse se kanë marrë qatë moment me marrë fëmijën tem me qu në intenziv, mos ju ka përkecu gjendja, mos e ka kry intervenimin, ose gjatë operacionit, se unë e kom kry vetë intervenim 2003. Unë bu ka përkecu edhe bu gjendja në operacion. Në operacion, e kom pas gjendje pak të rëndume, doktori profesional, e përshëndes, inshallah është gjallë, e ka kry një intervenim në veshtën, të one 2003 Bërhan Toqi u konë. Ka pas, që me thonë, onën profesionale, se më rrotlu gua prapë të bake, më tha ajri, haj me atë zotësin e vetë që ja ka dhonë zote, një pa dhonë gjotë laktë shumë,
po veç me thonë që të palomat e që pi asemi, ma ka shtin që të nërgu. Edhe mrena minute të një stabilizu, edhe kon kry intervenimin, më paskon në amater, Bovakis kish ditas ndimin e parë me malon gjatë intervenimit që e kon pasën atë. Edhe unë u ktheva stabil, e kon kry operacionin, jëm dal për salës 4 orë kom nejtë në salë. 4 orë. Më paskon dorë që tyve, ma trapazat, une me pasqen. Më pas kam pas më mytë, ma zi se fëmijën tem. Që mu ka përkecu mu gjendja në salë. Unë s'kom pas, unë për jashtim se do njerëz atë po komentojnë për rrjetet sociale, atë po thojnë, o kone shkrume. O njerëz, e shkrume është, Zoti ka thonë, ti ruju pak, unë e truj shumë. Ti, pa kujdesia jote, vjen edhe të vdekja. Ti e thu, o kone shkrume, unë po qonë aty, për marë revolin dhe po të avnoj revolin fëtë dhe po të vrasë, vëlla ka kone shkrume. Jo se kone shkrume, se faktori njeri e ka bo ata, nuk e ka bo Zoti. Zoti ka thonë, ti ruju pak, unë e truj shumë. E këto do shta me ndërlidhë baki se fëmijën tem e kanë, nuk po thom e kanë neglizhu, po ma shumë se neglizhencë konë. Po pse mendoni se ka ndodhë kjo? E pse mendoj që ka ndodhë kjo? Keni pas komunikim të mirë me doktorët prej momenti që... Me anesteziologun nuk kom pas komunikim se kom njohë. E kom njohë veç djallin kër e ka trajtu vitin 2024, edhe të njëjtin problem e kom pas me djallin. Djallin e ka pas problemin pesëmëtorë konë gjendje kome, nuk e ka lëshu anestezioni, qësh është e mundur, qësh i thot njerit profesionista i fushës me ndodhë për rasti parë, me ndodhë rasti dytë me mytë fëmijën e dikojna, me anestezion. Anestezioni të prumë, une për bas logikës teme, që ka pas vajzat të dy shputat, dhe ka pas me kryu intervenimin, të dy shputat, une mendimi jam është, abedin, ka thonë është operacioni pak ma i gjatë, mi dhonë anestezion pak ma tepër, se unë e di shqipoj këto farë budalakia të na shqiptarë. Po t'ja pak ma tepër, se mund mu qu vajza, edhe po t'ja pak ma tepër anestezion, ose ka ndodhe kondër ta. Se aty të ka dhej një doj në stand, për Rafaela këtë rast, erdhë për kome të vajzës time, jënë qu, u shku e ka pas qikën smut, e ka pas qëkukë, jënë shku e ajo kom për një trajtim tjetër, jënë shku qaj doktor që e ka, ose qaja motër kërësore që e ka dhonë terapien, ja ka dhonë terapien e tjetër kojna, e të kuptue, ja ka dhonë terapien e pacientit tjetër. Po, pacientit tjetër a kishin i diagnostifiku me kancer, aja së kone diagnostifiku me kancer, o kone me të meta pej linjës, aja kone pa alt, o kone pa leveshme, aja kone shtrime në spital në Qëkukë, ja kanë vendos, a i tha, nala tha, e këshyra tha, shka është kë infuzion i kuq, tha, si kanë thonë asë njerë, tha, qikës tha infuzion të kuq, tha, kur erë kë infuzion i kuq, tha. Edhe që kjo është, unë e dëshoj, Bavakia se shumë kish pas intervenime, po atë dit, mërkurën, sa njeri u hi, masikës teme u dalë, Bavakia e kanë bo anestezionin gati për një të rritur, ja kanë fut nina pa kujdes, pa u shalë, që kjo është be të na shka ndodha bake, të na nuk ka, që me thonë, profesionalizm, në asë një drejtim.